Edhe këto halë që ka. Po flasim për zotin Lapaj tani, se me Berishën e mbyllëm analizën. Tani, derisa Dashi thot, edhe në tensione sipër Dashi nxori diçka që për mua është konstatim, për mua i sakt. Unë vetë kam thënë, edhe nga disa biseda që kam bërë me Alesja në televizion, jo në backstage, që këta persona, të cilët unë i kam përkrahur publikisht disa herë, po më lënë përshtypjen e proksi, sidomos të krahut të djathtë, krahut Berishës. Këtë përshtypje kam. Berisha thot ndërkohë, me unë bëjnë analizat tjera. A duhet e para... Që është i djathtë. Prit më sa koma se kem mësuar se çfarë është ai, po prit mos më mbrojtën. Nuk bëhet Shqipëria duke ngritur zërin me populizma, edhe duke shtrëmbuar nofën para tjerëve dhe gati del nga ekrani ti kafshosh tjerë. Shqipëria bëhet me devotshmëri, edhe bëhet me pasërti. Më trego nga financohesh. Këtë nuk e ham ne, që financohesh me ato kotheret që thonë ata atje. Llogaritarja më shumë se ata gjithë bashkën. I di mirë sa bëjnë udhëtimet, sa bëjnë sallat, sa bëjnë këto, sa bëjnë ato. Edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që vegjeton një person atje për të keqen e Shqipërisë, duhet të thotë nga financohen gjithë, të dyja partitë bashkë. Dhe kam përshtypjen se 99% e këtyre do kthehen mbrapsht nga erdhët. Sa shumë bëjmë gjithë politikë ne. Se mirë këtë kod zgjedhore kemi të menderosur nga koka ke këmbët, se prandaj thash për punët e rinjve. Shkoni Riu, mjafton t'i bëj përshtypje Ramës dhe Berishës, e bëm pick-up ai dhe ta vendos atje. Çka kusuri kemi ne? Kjo është keq përdorim që ata i kanë bërë në baçën e kujt po e bëjnë akoma këtë. Po kjo s'do më thonë që vlen për gjithë sot. Tani Berisha merr të rinj, po i merr të rinj mbasi kam bërë gardën e vet. Edhe ka thënë, jo se ka parë si të keqe personin fjalë, Alesjen, po ka thënë më bën më shumë punë, pa le çfarë ansa që i afron, çfarë garancish ka. Berisha i qonë njërës ati pa halën e vetë. Pra aty zgjedh Berisha, nuk ka primare. Ra dhe morali me cilin... Kur zgjedh për shumë, Luciano Boçin, që apo grupin e vetë nuk e la mbal, të nëzit e vetë më zgjedh, nga njërzor, po këtu plasën për e person pa njohë që erdhe të zëvënsoj. Po nuk ka në cimë, mund t'i bëjmë shumë punë tjetra, nuk e ka pas halën. Qa punë e bëjë? Po ata e din. Kush është personi tjetër, të analizojmë, kush e qoj, pse e qoj, e tjerë. Pra këtu ka, dhe pasaj, dhe e pazareve ka qenë dhe është. E pazareve që në fillim. E lindje e efektuar, fatikisisht dhe ja ku jemi, në këtë PD. Edhe e the mirë, a i zotëria do të rri vënd dytë, do të siguroj veten të ketë një shumicë blokuse atje, e të vazhdoj, të votoj kodin. Po mirë, atëherë qa problemi keti, pse mos marrin pjesë për këto partide e reja, cilat tentojnë ndoshta të arrëzojnë temi këtë monopolin, ose duopolin një shdysh, po duan të futen diku në mes. Po këto, po ku demagogjin mund ta çojnë aty ku i ha. Po jo ke ne që e marrin vesh e njofin të punë parë se të linin këta. Se nuk filloi historia kur erdhën këta. Erdhi historia Shqipërisë kur erdhën këta, kjo dhe grupi vet tani që ka vetë grupi i ri. Nuk e dim ne që Shqipëria nuk bëhet fare me këtë sistem? Dhe zotëria doli tha, nuk jam për revolucione për gjak, se na ngjeli gjakun dorë atij. Atje. Ky kishte drejt, dhe ke kuqezi, ky kishte drejt. Këtu pastaj hyri në departament shtetit, kur doli nga departamenti tha, aty kuptova unë, i bën gjirpërën ata. Kush janë këto pralla në Shqipëri? Ky sistem, në këtë sistem, po shkove të shkosh vetëm për menderën tënde dhe një grupi atje dhe të bësh pazare me votën. Shqiptarët që paguajnë, ka pas raste 2-3 milionë euro kanë dalë pazaret, paguajnë për të zgjedhur deputet. Ku del me rroga ajo? Dhe ato votën, kur vjen puna për të votu, grupet e interesit që dinë se funksionojnë, ta nxjerrin atë votën 10 fish, edhe pastaj ngelin politik. Edhe e kanë parë atë, e kanë gjyrë mirë gishin dhe nuk i ndajnë më pasaj politikës. Shkojnë për të shitur karakterin, votën, dignitetin. Do të shkosh me dignitet, bën një politikë devotshme, të drejtë me parime. Ku janë parimet tu? Ky sistem është kundër parimeve. Këta kanë marrë sovranitetin e popullit, edhe njëri zgjedh këtë do ai dhe si do ai dhe pastaj qajemi ne. Po vetë vajten atje. Pse vajten? Kërkuan hajër dhe dignitet ki shejtani. Shejtani të mashtron. Ja ku vajten. Dakor, Lami po, për këtë punën e partive të se ti ke bërë disa shkrime rresht, edhe ti ke doza larta skepticizmit me çka punë. Unë mendoj që nëse ne do të kishim një sistem proporcional kombëtar, sigurisht është legjitime e drejta e çdo force politike që të pretendoj për të garuar, sepse është vetë sistemi që të krijon mundësi që rrjedhja e votave të jetë shumë minimaliste. Por me sistemin proporcional rajonal që kemi ne, ku vota humbet në rajone të caktuara, nuk arrit dot të kthehet në mandat. Dhe nuk arrit dot të kthehet në një lloj rezervuari, i cili të prodhoj mandate plus për forcën politike. Dhe unë kam këshilluar, jam shprehur, duke qenë dashamirës i partive të reja, ku fusë edhe partinë për cilën ne po flasim këtu,
kam propozuar që partitë e reja du të ishin në një ishin blok, bashkë. në një koalicion. Aq më shumë që nuk kanë shumë diferenca me njëra tjetrën, janë Jo, kanë. Shqipëria bëhet deklarohet forcë djathtë. Partej që deklarohet, zoti Ballas, edhe Partia Demokratike deklarohet konservatore dhe është mundësia është call center. Është çështje tjetër. Po zoti Qori deklaron partinë e tij si një parti të majtë. I cili është i pozicionuar majtë thotë. Përjashtuar zotin Qori, i cili është i pozicionuar ideologjikisht. Të ketë të majtë ekstremiste, Alesia këtu të pare duhet ketë majtë. Edhe për shkak. Qori del vetëm i majtë. Zoti Balla. Vetëm i majtë. Përjashtuar zotin Qori, i cili ka dhe formim, ka dhe background, shkenca politike, dhe di çfarë thotë, gjithë çfarë deklaron dhe është i vetëdijshëm për zgjedhjet që bën, ka një identitet ideologjik. Partitë tjera nuk kanë identitet ideologjik. Po kjo është mirë apo është keq? Se këtu na ngatrohet filmi. Në kuptimin pragmatist, se gjithë kur fjalët e Qorit thonë paktën ai është i majtë. Nuk është gjë e keqe. Analiza pasaj të partitë e tjera janë në kuptimin pragmatist nuk është gjë e keqe, sepse janë forca të reja dhe ka nevojë të jenë gjithë përfshirëse për të marrë sa më shumë vota. Dhe ne mirë kuptojmë sepse është një rrugtim që kanë zgjedhur të gjithë forcat politike. Nuk kanë luksin të profilizohen ideologjikisht dhe të rrinë në nivele të caktuara mbështetjesh. Kanë nevojë të jenë gjithë përfshirëse, demagoge, të jenë populiste që të mund të marrin sa më shumë vota dhe shtuar dhe me një lëvizje taktike që janë koalicionet mund të krijote më shumë gjasa dhe shanse të cilat mund të grumbullohen më shumë vota dhe mos kishin vështirësitë që për arsye të nevojës që kërkon kodi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo kodi zgjedhor, nganjëherë të vendosin listë emra anonim për të plotësuar numrin, kushëri apo baballar apo vëllezërit e tyre, sepse nuk arrin dot ta kenë numrin e nevojshëm që kërkon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një aleancë do ishte më lehtësuese në këtë drejtim. Mua prap nuk më qëndron kjo logjika te një pikë. Për shembull, për shembull te rasti konkret i Alesias dhe i zotit Sula. Pra, edhe unë jam dakord që për shtypja e parë, kur ti shikon që ata fusin çunat, gocat, kushërit, anonim. Ke kushërit nuk shkojnë fare. Në çunat, gocat, babi, mami. Pra një te barku vogël, te barku ngushtë. Tani problemi është që tek rasti, tek kjo që thoni ju, që nuk kanë njerëz. E këta kanë njerëz, pra ishte zoti Sula që u ofrua të bashkojë. Pse u la jashtë? Prandaj Sula ngren atë pikpyetjen e madhe. Se do lirë kundra Berishës më. Po pra. Nuk ka garanci, po kjo dihet, po kjo është thelbi. Pra këtu është ajo që mendojmë ne. Po jo, ai e kuptoi që ky ka garanci për nesër. Politik që bën lidership i partisë politike, i cili nuk arrin dot kap, po kapitalin politik që ka një kandidat, i cili shfrytëzon pa kënaqësi që kanë një fluks politik dhe do ta kanalizojë gjithë kuotën e vet politike, ta kanalizojë ke partia e re, e cila mendon që mund të ketë një hapësirë më shumë. Ky është vizioni që ka leadershipi politik i një force politike që në rastin tonë qoftë dhe zoti Llapaj. Por unë gjykoj që në parim të thoja, pra një force re politike me sistemin zgjedhor që kemi ne, me garën e fortë që është mes partive politike dhe me dominimin e sjelljes votuese që në 80% të rasteve, në 30 vite zgjedhje që kemi ne, kanalizohet këto dy partitë kryesore, do të ishte e zgjuar një koalicion mes disa partive të reja dhe me figura kryesore dhe s'do kishin asnjë nga këto probleme që ne po diskutojmë këtu. Alese ti nuk e pasur kohë ndoshta sepse nuk e di nëse njihesh me zotin Lape, po besoj e njoh prej punës, ai është avokat. Po, që jeni avokat të dy. Po ideja është te partia ke pak ditë që e afruar, pra temi. Po, nuk e kisha në plan faktikisht. Kjo ndodhi si pasojë e gjithë padrejtësisë që mu bë, mungesës garës, meritokracisë që mu bë në Partinë Demokratike, verifikimit të ndërhyrjeve të Flamurnokës, të pazareve që bëri me listën e Elbasanit, me individ të cilët i solli nga punësimi e Edi Ramës të listat e sigurta të Elbasanit, për mua janë bashkë dhe kërkova diçka të re, diçka dhe nuk e kisha për post personal. Po e kam për Shqipërinë, që Shqipëria të ketë një alternativë më të mirë, mos ketë më fytyrat e kalbura 30 viteve. Gjithë ideja që ju afrova Shqipëria bëhet është sepse e kam ndjekur në 2-3 emisione dhe e kam prezantuar si të djastë, që besojnë si puna ime, tek vlerat konservatore, të besimin Zot, në familje. Kam parë që është rini, kam parë që ka pak shpresë
Dhe mendoj që duhet i bashkuesha diçka e tillë se sa të rria pauza, apo të rria diku ku shoh që vetëm bëhen padrejtësi, nuk respektohet gara, rregullat, se qofse kjo gjë bëhet në primare përpara